Thotë Sheikh Abdul Buhari, kuptimi i sunetit në aspektin gjuhësor është sjellja ose jeta, qoftë e mirë apo e keqe. Po ashtu edhe rruga e një personit, e mirë ose e keqe. Kurse kuptimi i sunetit në aspektin terminologjik, te pjesa e madhe e njerëzve të hadithit, është çdo gjë që i atribohet pejgamberit alayhi salatu wasallam prej fjalëve së tij, veprave dhe miratimet. Dhe po ashtu cilësitë të lindura që i ka pas dhe cilësitë dhe moralet. Do thonë çdo gjë prej fjalëve, veprave, miratimet, cilësitë që i ka pas të lindura dhe moralin të tij. Çdo gjë domethënë llogaritet si sunnet. Po ashtu thotë Sheikh Abdul Buhari se sunneti, termi e sunna ka disa kuptime. Kuptimi i parë është kuptimi domethënë i përgjithshëm që përfshin tërë fen. Thuhet fjala sunna është për qëllim Kurani dhe sunneti. Këtu bën pjesë hadithi domethënë famen raghiba an sunneti falaysa minni. Ai do thonë që e kundërshton sunnetin tem, nuk është prej meje. Do thonë që e kundërshton atë që kam sjell unë. Çka ka soll pejgamberi alayhis salatu wasallam, siç palde për Allahu subhanahu wa taala, Kur'anin dhe sunnetin. Kjo e para. E dyta, domethënë kuptimi prej kuptimeve të es-sunna ku thuhet, është domethënë ato kuptime kur përdoret domethënë fjala sunna në përballje ose kundërshtimin e bidatit. Në përballje do thonë dhe kundërshimin e bidatit. Dhe këtu thotë Sheikh Abdul Buhari hafidhahullah, domethënë që njeriu është në rrugën e sunnetit, si kur thotë domethënë fulanun ala sunna. Do thonë filani fisteku është në sunnet. Çka do thotë? Do thonë që nuk është në rrugën e bidatçive, nuk është domethënë njeriu që vepron domethënë bidate. Dhe po ashtu kuptimi i tretë, thot Sheikh Abdul Buhari hafidhahullah, vjen domethënë në kuptimin e çështjeve të lejuara, çështjeve të pëlqyera dhe çështjeve domethënë që janë për detyrë. Dhe këto përdoret domethënë më shumë te el fuqaha. Dhe po ashtu kuptimi i katërt dhe i fundit, thot Sheikh Abdul Buhari hafidhahullah, përdoret domethënë si domethënë burim prej burimeve të shariatit. Domethënë kur thotë sunna, është domethënë në disa raste qëllimi domethënë se është burim prej burimeve të shariatit. Domethënë se është Kur'ani burim prej burimeve të shariatit, edhe sunneti është domethënë burim prej burimeve domethënë të shariatit. Dhe thotë Sheikh Abdul Buhari hafidhahullah, ai kuptim që është më përmbledhës, është kuptimi domethënë që kanë thënë dietarët e hadithit në definicionin e termit domethënë e sunna. Domethënë që janë çdo fjalë, vepër, miratim, cilësitë të lindura dhe moralet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.